Orsi Radonjima, kampioni i ekipit të Shqipërisë në kampionatin e parë botëror të futbollit IPA. Është një moment historik. Jeni kapiteni i ekipit kampion të parit kampionat. Po, me të ndërë në shumë emocion. Ishte një arritje që la me maksimumin, la me shpirtin fush, tregojnë edhe neshe që u bane 7 neshe, 7 fitore. Nuk tolerume dhe me thanë as neshe në fundit grupit. Që i kishim siguru kualifikimin edhe për la me maksimumin. Besoj se edhe mundin është përbly, ekipi ishim vendosën me arrit qëllimit. Aq ma shumë që u bate edhe në vendin tonë, e kishim edhe si fort detyrimin. Po si çfarë do të thotë ky sukses kur e arrinjën Shkodër dhe në fakt në turneun e parë që mbahet? Është një emocion i madh, një sukses i madh besoj. Andaj që është arritje e madhe për ne. Me këtë formë sportive që paraqitet në gjitha ndeshjet, po edhe në ndeshjen finale, duket se Orsi është gati edhe për me gjatë në futboll. Faktikisht unë kam 3 vjet që kam mbytë Basanja. Se e kam marrë veten aty i fije. Cila është ardhmja e kapitenit Radonjima, por edhe ekipit të policisë të vazhdoj ta mbajë këtë trofe? Thamë se po, do t'japim maksimumin sa herë që na japet mundësi. Po si ishte kundërshtari më i vështirë në këtë turne? Me të thënë drejtën, fillun e neshe të bo çdo neshe më vështirë, se edhe minutazhi ishte shumë i afërt neshe me neshen. Por me të thënë drejtën që më ka vështirë kanë qenë ekipi moldav. Ajo që na ka lodhur. Po aty e gjerë me dol me në lojën tonë dhe ja arrit me fitores. Megjithatë, me çfarë kam parë ndeshja më e bukur me zhdukur ndaj Kroacisë. Edhe pse e besuat në fillim shënuat 3 herë rradhazi. Po në fakt ishte ndeshja 2 që psojmë gol të parë. Edhe shoqëria arrit me kthy, po. Edhe ajo ndeshje e vështirë, thash çdo ndeshje kishte atë vështirësinë, çdo ndeshje e më vështirë. Orsi, ky trofe, kjo kupë, ky titull, për kjo shkon, ka ndonjë dedikim? Shkon me të ndërë dedikoj ekipit, se e di se çfarë sakrificës kanë bërë, kanë lënë shpirtin, kanë lënë maksimumin, jena dhe më thanë, që si s'kishte ndeshje mo, se na marrunin edhe energjitë. Urime, Faleminderit.